Pyetja është, çfarë tashti? Çfarë do të ndodhi tashti? Protesta ishte paqësore deri më sot. Protesta është popullore. Nuk i përket një partie, është ngrit populli. Kur them populli, nuk them çdo njeri, e gjithë populli. 2 milion sa jeton në Shqipëri, 1 milion e gjys, edhe 1 milion e gjys jashtë shtetit dhe çka janë. Kjo nuk nënkupton popullin. Edhe si kur 200 veta, por të jenë përfaqësues nga gjithë populli, nuk janë të Partisë Socialiste, nuk janë të Partisë Mundësia, nuk janë të Partisë Berishës, por vinë nga të gjitha sferat e jetës dhe nga gjithë bindjet politike që kanë ose që kanë pas. Kjo është protesta popullore. Populli sot është ngrit. Është ngrit kundër qeverisë së korruptume të Edi Ramës. Ndoshta filloi se sa maskarin tërhoqën zvarr një protestues. Ndoshta filloi se disa ambientalist që në të paknaq me shkatrimin e mjedisit për lekët. Nuk është në interes të askujt të gjejmë se që një fije shkrepse që ndesi fuqinë e baratit. Pse kjo protest u përhap më një herë tek çdo shqiptar i çdo sfere, sepse ishte rrit padrejësia dhe pa që na është bën neve kishte arrit kulmin, duhesh fije shkrepsës. Por çfarë do të ndodhë tashti? Sot Edi Rama është ftu në Francë nga Macron. Është ftu në Francë. Sot protestet vazhdojnë. Çfarë do të ndodhi në qoftë se ne do të vazhdojmë protestat tona paqësore, me lule, me flamuj? Çfarë do të ndodhi? Rama nuk do iki. Rama thotë që unë kam fitu. Populli thotë që është e vërtet. Ne të kemi dhënë ty të drejtën. Të kemi dhënë votën. Edhe ti sot je për mu uzurpues i institucioneve shtetërore, kryeministrisë, i presidencës, i çdo gjoje që është shtetërore. Ti sot je uzurpues. Vëllezër e motra, ka një dallim të madh mes institucioneve shtetërore dhe udhëheqësve ose zërpuesve që janë atje. Institucionet shtetërore nuk i përkasin asë një partije. Partisë Socialiste i përket, selia e Partisë Socialiste. Selia e Partisë Demokratike i përket Partisë Demokratike. Atje nuk ka, edhe s'mund të ketë drejt populli të shkojë të kërkojë se këtë vejnë e këtë heqin. Por në institucionet shtetërore institucionet shtetërore nuk është pronë e një partije që ka fitu dhe nuk është pronë e atyre që shërben atje. Po çfarë do të ndodhi në qoftë se ata nuk pranojnë të largohen? Edhe Evropa pofton sot Edi Ramën. Çfarë do të ndodhi me protestën? Vëllezër e motra, protesta i ka kryer misionin e madh. 2 fazat para i ka arrit. Faza e tretë është e rrezikshme po vjen. Faza e parë ka qenë të tregoj botës që kjo është një protestë paqësore. Që ne mund t'ja kemi dhënë votën, ose disa nga ne, kësaj partije, të zgjidh këto pushtetarë që ne kemi sot. Mund t'ja kemi dhënë votën. Por ne sot
dalim hapët, e morëm godësimin kundër korupcionit prej 3 dekadash të dy partive dhe kërkojmë jo thjesht largojmë partinë socialiste nga pushteti, por të largojmë këtë lloj establishmenti, këtë lloj sistemi të këtyre dy partive kryesore që kanë bërë çka ndesh me pronët e tona, kanë kalu ligje për siç ka kalu ky apostofat, vetëm që të kënaqë familjen Trump, gjoja, Kushnerin, se ishte lidhur me Sorosin dhe erdhi Trumpi siç bën ky pshtyn çdo njeri, por kjo që ajo që i doli me lafa e plasit sipën, me pisliqi që në ka po dyre neve, se e ka po tyre pliqve, atyre që janë edhe më të mëdhenj se unë. Atyre e ka po ky që ti shkelesh me kohë, socialisti im. Por ka hika shtjetër e nikë që erdi. Po mirë më erdi, për çfarë të bëjmë? Lezre me motra, këto është problemi i madh. Vjen një kohë që protestet tona paqësore do të duken Partisë Socialiste, më falni atyre pushtetarëve, thjesht si mushje rrugë, ata vazhdojnë punën e tyre, të kërcejnë, ngrejnë leleket, të bërtasin Rama X si Sali Berisha, kurse qeveria vazhdo punën e vet. Ti nuk i ngasmon, ata s'do të ngasmojnë. Ti hajte me paqe, ka ardhur, ne kemi pas shëtitoria, dëshmorët e kombit, atë që quhet ky bulevardi, që në kohën e nderit ka qenë mushdit natë plot të përplot shëtisti njerëzit. Nuk do të bëjmë më asgjë. Bota është sensibilizu që populli shqiptar është ngrit kundër korrupsionit. Bota tashti është më së ditme që dy partitë që qeverisin kombin shqiptar janë pjell e Partisë Komuniste për të fshehur krimet komuniste. Bota e din që dy qeveritë shqiptare kanë qenë vetëm për shkatru Shqipërinë, shtetin shqiptar, ushtrinë shqiptare, industrinë shqiptare, edhe në fund të përzejnë popullin shqiptar që kanë bërë me Ramën, shkatrimin e gjithçka e bën me Berishën. Bota dhe çdo shqiptar i ndershëm që shef realitetin e tij, që këto i kanë shërbyer vetëm interesave shoviniste të Beogradit dhe të Athinës dhe s'kujt tjetër. Bota e din që si Beogradi, si Athina, si Greqia, si Serbia ka më shumë miq në Evropë se sa Shqipëria. Edhe bota e din se udhëheqja e Evropës nuk ka problem sa ka që populli shqiptar hesh në qoftë se Shqipëria fshihet komplet, edhe është thjesht si gjoharte, edhe intereset greke dhe serbe janë ata që kontrollojnë vendin. Bota s'ka probleme me këta. Ne nuk presim të na zgjedh bota, sidomos Evropa. Problemi është çfarë do të bëjmë ne. Në qoftë se Rama, ky krye hajdut dhe Berisha do bëjnë lojën që kanë bërë gjithmonë me ne. Luftojnë njëri tjetrin me gjëra të vogla si që janë thjesht për pushtet, por për sa i përket pronave, vjedhjeve i kanë të përbashkëta. Se janë botë përbashkëta, për shembull në një fshat nga jugu, në një fshat të bukur piktores që dje hoqën gardhin, shko flit me banorët e fshatit. Tokën që ka qenë det në Babaden, komuni, sa diçka e kishte fshatin, ka qenë det në Babaden e atyre fshatareve që në vitin 1600 e deri kur komunistët u morën tokën pronareve, ka qenë e atyre fshatareve, kanë dokumentet që në vitin 1600. Çfarë thonë ato? Ato thonë që tokën ja mohoi, po atë tokë që e kishin dhënë tokën e vetë që e dhanë me atë që ishte ai ligji kur ndan tokët kur prish komunizmi, që e dhanë ato certifikata qeveria, ja mohoi Fatos Nana, ja kishte dhënë Fatosi një pronari, e ligjëroi Sali Berisha, edhe vazhdoi të mante, kush e kishte ky emrin, si pati ky Rama. Pra janë të gjithë këto maskarej që kemi pas në pushtet, edhe kemi. Edhe nuk më intereson nëse janë opozit, janë maskarejt, por ato po mësohen me protestën tonë.
Çfarë do të bëjmë ne vëllezër e motra, edhe çfarë kërkojmë ne? Unë deri më sot nuk doja, kurse si, që kjo lëvizje masive, revolucioni flamingo, siç e quajnë kudo nëpër botë, të kishte një udhëheqje. Pse nuk doja unë të kishte një udhëheqje? Për arsye se ka shumë rreziqe dhe ishte shpejt. Rreziku i parë është se na i blejnë. Na i blejnë, na i rrafin, na i shëntëzojnë, na i vrasin, por na i blejnë edhe ne shitemi. Arsyeja e parë. Arsyeja e dytë, të gjithë ne shqiptarët e kemi diçka, të gjithë jemi mretër. Çdo protestues që është atje është dualist, i ka të dyja. Në gjën e parë është do Shqipërinë, do në dheun, do pastërtinë, do të largojë pisllikun, kontrabandën, kriminalikun, çdo shqiptar është i pastër atje. Por çdo shqiptar ka edhe atë që se pranon, është më i mençëm se çdo kush tjetër, është më i aftë se çdo kush tjetër. Kushdo që shkon e del në protestë, kushdo që flet siç flasun këtu, secili nga ne mendojmë që unë jam i pari, unë duhet të jem ai që të kem stafetën, populli duhet më njohë. Në momentin që del një udhëheqje, ne ftofemi. Aha, tash po dalin këto, do partia tjetër. Kjo është e keqja jonë si shqiptar. Kjo është e keqja jonë që ne kemi qenë gjithmonë kryengritës, luftëtar, rezistues, por kur s'kemi mund të bëjmë një shtet që ta dojë gjithë kombi. As Ismail Qemal, as Manol, as Bajram Curës, ku do t'ju në shekull ne s'kemi pas. Edhe zot kemi. E kemi në gjatë vëllezër e motra. Ndaj jemi shtu kombi më i madh i botës pellazke. Ilirët luftonin në njëri tjetrin dhe vetëm në kohë kur bashkoheshin ishte kur sulmonte Dareos, kur sulmonte Irani Athinën. Atëherë vinin Dardanet, e vinin të gjithë luftonin kundër Persisë, kundër persëve në Athinë. Vinin nga Sparta, vinin ilirët e Spartës, vinin ato grekët që i quhen të Athinës, vinin Dardanet e Dardanisë, vetëm kur në sulmon një armik i huaj. Vetëm aty bashkohemi, por ne ndami. Vëllezër e motra, ne duhet shohim për te kësaj. Kushdo që do dalin në udhëheqje do të jetë jone, jo të gjithë do dalim në udhëheqje. Nga një herë dikush del që nuk ka aftësi të një tjetri. Por ka ardhur koha vëllezër e motra. Po vjen koha vëllezër e motra që kjo ose do të shuhet protesta jonë komplet, ose duhet kaloj në fasën e dhunëshme, e marrjes me forcë të institucioneve që na i kanë vjedhë. Na i kanë vjedhë edhe që bëjnë me laps, që bëjnë me laps, jo vota e popullit. Sali Berisha dhe Edi Rama kanë caktuar me laps deputetët që janë në parlament. Ka koha që populli, jo një parti, nuk mund të marrë Partia Demokratike, Parti Socialiste me forcë, vetëm me votë. Por ne si popull kemi të drejtën tonë legjitime. Në fillim të japim urdhër të largohen nga qeveria në mënyrë paqësore. Në qoftë se nuk largohen, ne si popull, ku kemi mrena vetës sonë nga gjithë partitë, por si përkasim asnjë partie, ne kemi të drejtën tonë morale, që s'mundet asnjë lloj kushtetute të dalë mbi dëshirën, vullnetin e popullit të marrim institucionet tona me forcë. Por, vëllezër e motra, a keni mendu që çfarë do të ndodhi? Rama ike përdor Partia Demokratike. Pse përdor Partia Demokratike? Sepse Partia Demokratike ka gati atë qeverinë e vet, e formon me njëherë, ka Berishën, e dum se dum ne, ka Selin, e formojnë. Në qoftë se Rama ikën sot, largohu o tradhtar, ikën sot, qeveria bjerë. Kush e merr drejtimin e shtetit? Ku është përgatitja? Nuk është më koha tash të jetë fshet. Është koha tash të kemi gati. Në qoftë se nuk e kemi, duhet të bindim edhe botën, se dhe bota nuk do të na ndihmojë neve, nuk don
në qoftë në duam të mirën edhe si kombë dhe si shtet, që të kemi një anarki, një shtet pa shtet. E zem që ikën sot Rama, shkoj në Francë, si mushmenjen Macroni, që ikë me të mira, si që kanë ikë edhe tjerë, si e pati ai i Siris, pa ikë me luftë, vra gjysmë e popullit që shkoj në Rusi. E zem që thonë ikë, e zem që ra qeveria socialiste, çfarë ndodh me Shqipërinë? Në qoftë ne nuk kemi zgjedh, kush do ta zgjidhë qeverinë tonë më njëherë, që nesër të funksionojë? Vëllezër e motra, janë me rrezik. Do të zgjedhin grekët, do të zgjedhin serbët, po e zgjodhi Evropa, po e zgjodhi Amerika. Ata nuk e njohin njerëzit e tonë. Unë nuk mund të vi në një shtëpi në një fshatari, në Tërbaç në Vlorë, apo në Tregtan Kukës, edhe të zgjedh kushtjet i parë i familjes së tij, vetëm ju e dini. Vëllezër e motra, se sa të aftë tjenë të drejtojnë qeverinë, kjo mu nuk më tram fare. Unë du njerëz adëtar, unë du njerëz të pastër, unë du njerëz që kanë tregu, kur nuk kanë qenë askushi me pozita shtetërore, gjatë gjithë këtyre 35 vjetëve kanë dëshmuar që duan atë dhehun, që duan kombin, që duan Shqipërinë dhe shqiptarinë në çdo cep të botës, që çdo do duan dhe do të kërkojnë çdo lloj shqiptari që ekziston kudo nëpër botë, në Argjentinë apo në Siri, sikur edhe 500 vjet ketë pas që të ketë hik, që duhet të gëzoj pasaportën shqiptare. Në qoftë se ne nuk e kemi gati qeverinë teknike, që duhet qeverisë Shqipërinë për 2-3 vjet, deri kur të formohet një parti e re, që t'i besojmë popullore, që varet çfarë emri të ketë, dhe deri kur 2 parti të tjera që do të marrin pjesë me do mos se s'mund t'i përjashtojmë nga votimet, të jenë filtruar, të kenë pas kohë, të largohen nga këto lojalti, thonë, besimet. Neve na duhet një qeveri 2 vjeçare, por qeveria duhet të morë vakumin me njëherë. Sa për Rama tiki, që nuk do hiki, për do të përzejmë me forcë. Por si të përzejmë? Në qoftë se përzejmë sot dhe qeveri nuk e kemi gati, qeveria do bjerë. Në qoftë se përzejmë sot dhe qeveri nuk e kemi gati, bota nuk do dojë që të rëzohet kjo qeveri. Ashtu si qash, do të kërkojnë zgjedhjet, shkohë prap me këto maskëri, ose do të na installojnë ato një qeveri, jo me ato që duam ne, por me lekejt e tyre, si që ka ndodhur gjithmonë. Për shembull, kur qeveria amerikane installon qeveritë e veta, qeveritë e vendeve tjera, si në Libi, në Egjipt, ku do diun, është rënim total për vendet e tyre. Ndoshta jo se duan këta ta rënojnë, por nuk mund të hujë i Zoti i shtëpisë. Prandaj vëllezër e motra është ajo që bën qeverinë. Vëllezër e motra të protestës, ka ardhur koha, edhe ju vetë i veni gishtin kokës. Natyrisht që ato që dalin protesta meritojnë, por jo 2 milion shqiptarë do bëhen kryeministra, ministra, presidentët vendit si ky Bega që s'gjen do të kërkon, që ka detyrë morale dhe shtetërore dhe ligjore të dalë para popullit të kërkojë llogari qeverisë, po nuk del se ka ndru ligjet kë krysh kurve, që të shitet Sazani, që të shitet Zvërneci, që të krijohen pronët fantazma. Sa është dora e Begajt këtu se s'mund të kalonin ligjet dhe pa firmën e tij Kryshi. Prandaj them krejt sistemi establishment duhet zhduket, por ne duhet ta kalojmë fazën e frikshme që kemi. Ne duhet të kemi qeverinë teknike gati. Duhet ta shpallim pak a shumë. Natyrisht do ketë ndryshime, po ta di edhe bota dhe populli cilët janë ato persona që do morin qeverinë. Yes, do kemi të paknaq. Por duhet të mësojmë që i kemi dualitetin me në vetës. Nga njëna anë du më dhehun, si që kanë qenë gjithë patriotët e tonë që kanë luftu vazhdimisht. Nga anë tjetër nuk lejojmë, s'pranojmë asnjë udhëheqës përveç vetës sonë. Edhe rrëzohemi gjithmonë, s'kemi pas kur qeveri. Shifni të gjithë, kush është përpjek të bëjë qeveri, e kemi bë tradhtar. Tradhtar është Ahmet Zogu,
e kanë përzon Ikor Fanolo mjekër qenë se zbon lufti me Ahmet Ben. E kemi nxjerrë nga varri në Hoxhën. Klysh e stërklysh i kemi gjithë kushdo që në vinë udhëheqja. Por e kemi dash gjithmonë Skënderben. Mos harroni. E kemi dash gjithmonë Skënderben që ka pasur të tradhta sa kohë që lufton kundër intereseve të huaja për kombin. Ne i kemi ato figura. Nuk është nevojë t'i përmend. Figurat që e kanë dash Shqipërinë, që kanë luftu me mishë me shpirt gjatë gjithë kësaj kohe dhe që janë përtallur nga njerëzit që i shërben establishment dhe sistemit, ato njerëz duhet krijojnë tashti. Protesta le të jetë, protestuesit le të jenë, po të kenë njerëz të ndershëm nga diaspora, nga Shqipëria, që duan Shqipërinë, duan të ardhmen, edhe që kjo rini që është ngritë dhe bashkë me rinin, ishte rinia që ngriti, është ngriti i madh i vogël. Të dinë se kur vjen e merr fatën dhe dhellë në dorë, po duhet ta kemi gati. Unë nuk mund të pranoj vetë largimin e Edi Ramës sot, edhe të jemi pa pushtet vjerë Greqia, edhe Serbia të na bjerë qeverinë, të zgjedhin ato, se edhe po i zgjodhi Evropa të jeni të sigurt që i ka zgjedhë Serbia dhe Greqia. Evropa nuk është me ne. Evropa nuk është kundër nesh, por Evropa anon dhe të dënoj gjithmonë nga Beogradi dhe Athina. Ne këtë e dim. Prandaj vëllezër e motra, duhet jemi të qartë, na dhem s'na dhem neve, do prishim s'do prishim qef, që bota të jetë gati të pranoj lëvizjen, ne duhet kemi tash dy gjëra parasysh. Gjoja e parë është krijojmë atë bërthamën udhëheqësit qeverisë që do të marrë qeverinë dorë me njëherë. E dyta është në qoftë se qeveritarët që kemi në pushtet nuk do të lëshojnë pushtetin dhe s'mund të lëshojnë se kanë bërë vjedhje, kanë bërë krime që do të ekspozohen, atëherë do të kalojmë në fazën vendimtare me forcë. Por forca është e lehtë të thotë për Sami Gjokën. Do derdhët gjak, do vritën ca njerëz në dy palet. Gjaku në sallën e operimit është i pa e vetushëm që të heqësh kancerin. Ne jo kemi dhënë ultimatumin këtyre maskarejeve, largohuni. E vetmja gjë që Edi Rama duhet kërkoj tashti nëse nuk don gjatë derdhin e popullit, është dakord më vëlla. Unë jam dakord iki, por qeverinë nuk duhet ta zhdukim atë shtetin edhe herë në batak. Nuk duhet bën 97, nuk duhet përsërisim 90-ën, më propozoni qeverinë që vjen, edhe të kemi grupe të paanshëm që të bëjnë transferimin e qeverisë. Jo mbini mu plane si të ndryshojnë qeverinë, ti më shkërllat, më falni për shprehjen, edhe ti Sali Berish, ju duhet të zhdukeni, ne këtë kërkojmë, por ne duhet kemi qeverinë gati, edhe pastaj të kalojmë në marrjen me forcë të institucioneve tona që na uzurpojnë vëllezër e motra, edhe ndërmjet tjereve në të nesërmen ne kemi problemet kryesore. Kryesore i kemi me gjuhën, me arkitekturën, me historinë tonë që janë bastardume, janë në shërbim gregëve fshehin çdo gjë e lire, edhe të krijojmë ministrinë e diasporës. Shqipëria nuk mund të jetojë pa ministrinë e diasporës, se ka mbi 15 milionë më shumë që janë gjallë të deklaruar shqiptar, po ti marrësh në Turqi, Siri, Egjipt, Argjentinë të deklaruar. Edhe ka vetëm 2 milionë Shqipëri. I duhet me domos Ministria e Diasporës që duhet të bëjë luftë që ditën e parë që çdo lloj shqiptari ose person me prejardhje shqiptari që deklaron se s'ka pse në botë dikush thotë që jam shqiptar, po s'qe, që deklaron ne s'kemi nevojë t'ja mohojmë. Ne s'kemi nevojë bile të kërkojmë parë atyre që të paguajnë me apliku për pasaportën, po t'ju japim pasaportën falës. Çdo shqiptari e çdo lloj personi që rrjedh nga gjak shqiptari në përbot. Duhet krijojmë ministrinë e diasporës që këto klysh kurve se kanë dhënë as shqiptarëve në Malzi, as shqiptarëve në Maqedoni, as shqiptarëve në Kosovë, as shqiptarëve në Itali arbëreshëve,
Edhe po qësë ata kërkoj nuk e japin këto klyshkurve Sali Berisha, bile dhe kur del në një shqiptari joni në Tetov apo në Gjilan, që do të luosi me kombëtaren, edhe jo me përfaqësuese në Kosovës, do të luosi për kombë dhe jo në shteti vogël, këto maskare nuk i japin pasaportën se janë gjithë gregës qërbë. Ndaj vëllezër e motra, protesta duhet vazhdoj, por jo të mësohemi që të bëhet diçka shëtitje në për bulevard. Mjaft e bëm këto. A shkohat kemi tash shtabin, do kemi pak knajsi, por qeveria do jetë madhe. Në qoftë se ana jone e mirë, adëtare, patriote, do të udhëheqi anën tonë të keqe që duam të jemi ju, çdo kush nga ne. Sami Gjoga është më i madhi për Sami Gjogën, Sami Gjoga do të jetë mret, Kasemi është më i madhi për Kasemin, por ne nuk mundës kemi frone për çdo secilin nga ne të marrë pushtetin. Ne duhet me do mos kemi qeverin gati që mos kemi në vakium, se ndryshe do derdhin gjakot, se pa gjak nuk do e marrim. Me lule nuk merret pushteti nga këto tradhtar. Nga pushteti do merret me gjak dhe me gjak do të marrim, se i kemi thonë që largohen, ata s'largohen dhe s'do të largohen. Përgatituni për përleshja ose ta lejmë këtë, por të keni udhëheqën shtabin që mos na e vënë serbët dhe gregët e mos na vi botët na udhëheq në shtëpinë tonë. Sami Gjoka ju përshëndet.